Djali 19 vjeç, ndërsa qika 7 vjeç. Imagjinoni se këta i shohin këto komente, do të mi djeg me acid, do të mi vra me kallash. Ka profile fake, ka profile origjinal, ka profile të diasporës. Shënjestër.net Zakonisht është ndodh random kur ka dikush një fatkeqësi, u kanë traditë natë që pak të mi shpreh ngushëllime ose u solidarizu me ta. Kjo gjë nuk ndodhet për rastin që ne ceke për imamin në Dragash, kur hina i mora komentet, kanë erë më shumë si punë kurioziteti, po çfarë pas ke shumë shqetësuese, për shkak se 1/4 atyne kanë fyse denigruese edhe me gjuhë shumë të madhe të rrjetjes. E bëra një analizë shkurt, i mora të gjitha komentet dhe për tyne fillova me nxjerr duke përdorur inteligjencë artificiale, se cilat janë domethënë gjuhë rrjetjes, cilat janë komente direkt islamofobe, cilat janë komente nxitse për dhunë, edhe dul një statistik, një analizë bagë shqetësuese, cilën masandej e ndova në rrjetet sociale dhe mur një hub kohë të madh. Ka profile fake, ka profile origjinal, ka profile të diasporës, të Kosovë, Shqipni, Maqedoni. Në bazë të analizës diku 90% që janë meshkuj, ndërsa 10% që janë femra, ndërsa ta kemi parasysh po bëhet fjalë për vetëm një postim, nuk jem të folë për një analizë gjenerale, është vetëm një postim me një mediumi. Ky medium ka bërë disa poste, domethënë ka dhe qindra mediume tjera, siç janë edhe jo. Edhe përveç këtyre mediumeve kanë disa platforma, për shembull vetëm ju i keni disa platforma TikTok, Facebook, Instagram e tjera. Unë nuk ju marr për së cilës. Imagjinoni se ishin marrë për së cilës se ish bëni cross analysis për këta. Zakonisht ishin ato që shohim në përditshmëri, në për komentet ndryshme janë, domethënë, që je turk, arab, i Bangladeshit, apo që në desha matran, domethënë, do të mi djeg me acid, do të mi vra me kallash, do të mi vjerë në shesh, domethënë, prej indinjatës deri në komente ekstremisht negative. Domethënë që çdo kush që është musliman, i dashur i prekur mbi këtyne, veç mas, domethënë nëse ato i shohin familjarët e ndjerit. E poshtë media, më i madh është djali 19 vjeç, ndërsa qika 7 vjeç. Imagjinoni se këta i shohin këto komente pas vrasjes makabër babës tyne. Atë dokumentin që kemi nxjerr, e kom përmend publikisht që është i hapur për gjithë ata që dojnë me marrë iniciativë, qoftë avokat apo qoftë direkt institucionet. Ai dokument mbetet tek unë derisa dikush të kontaktoj, por momentalisht nuk ka kontaktu kërkush. Në anën tjetër ka komente, ka shumë përkrahje prej masës, me qindra komente, me qindra reagime pozitive për këtë iniciativë. Gjuha e cila përdoret në rrjetet sociale përveç që është e dënueshme me ligj, me kodin penal, do të pas parasysh se cili se me gjumën me ndiku të tjetë. Profilet fake cilat përdoren që përmend në fillim, ato zakonisht përdoren për me nxit masën. Mund me konë një njeri që ka kriju disa profile fake me të nxit profilet original. E këto profilet original edhe ky fake është i dënueshëm, por këto detyrimisht janë të dënueshëm para ligjit. Andaj i bëj thirrje secilët që të kenë kujdes, më nxitohen në shkrime, edhe të arrujna harmoninë dhe të pasin që kena pas gjithë të shqiptarët. Domethënë, nëse është për diçka që njemi janë për dy sene, besa dhe toleranca. E djetë kush ka toleru, domethënë shumica toleron pakicën. Shënjestër.net